Ministria e Mbrojtjes do të vazhdojë të privatizojë konform ligjeve të vendit çdo pronë të saj, e cila nuk është më e nevojshme për ushtrinë shqiptare. Kështu u shpreh ministri Arbeni Mami gjatë mbledhjes së bordit të demilitarizimit, ku synohet që mesi i vitit të ardhshëm të shënojë dhe përfundimin e procesit të demontimit. Duhet me njëherë përgatisin të gjithë dokumentacionin për ato depo dhe magazinat cilat nuk i nevojiten më forcave tona të armatosura, të dalin jashtë planit përhapjes, të përgatitet dokumentacioni i plot, korrekt, serioz, dosje e qartë që shteti shqiptar të mos humbasë asnjë metër katror, sikurse edhe ka ndodhur në vitet shkuara, dhe t'i kalohen Ministrisë Ekonomisë edhe mandej Ministrisë së Financave që bën privatizimin e këtyre pronave publike. Në kuadër të demontimit, Ministria e Mbrojtjes analizoi ecurinë e procesit gjatë muajit tetor dhe periudhën 10 mujore. Gjithashtu zëvendës ministri Ekrem Sfaia përcaktoi edhe detyrat për 2 mujorin e fundit të këtij viti. Kanë mbetur edhe 17.782 tonë, gjithsej, që është një shifër krejtësisht e realizuar dhe ne do të përmbushim detyrën e vënë nga qeveria shqiptare për Ministrinë e Mbrojtjes. Në total nga viti 2009 deri më tani janë demilitarizuar dhe eksportuar 74.849 tonë municione plasëse, ku ka mbetur pa u demontuar edhe rreth 17.000 tonë.